Albin Kurti, i cili ka konfirmuar ditën e djeshme se do të jetë i pranishëm, Kryeministri Mali të Zi, kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës, Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kryeministri i Serbisë dhe komisionerja për zgjerim Marta Kos do të diskutojnë në punimet të konceptuara në 2 panele diskutimesh, formimi i nismave të reja me përfitime për qytetarët dhe bizneset, dhe përmbushja e angazhimeve të përbashkëta, rezultatet dhe përshpejtimi ku do të lançohet edhe udhërrëfyesi për Ballkanin Perëndimor e do të flitet mbi pozicionimin e rajonit në ekosistemin e Bashkimit Evropian, kursitë e gjelbra, bashkëpunimin në fushën e turizmit, mbi progresin dhe hapat e ardhshëm të tregut të përbashkët rajonal. Kryeministri Rama dhe komisionerja Marta Kos do të adresohen me një fjalë në nisje të punimeve të samitit, ndërsa pas zhvillimit të tij ata do të mbajnë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Ballkani Perëndimor përfaqëson një rajon me vlera të mëdha kulturore, një pozicion gjeostrategjik qendror dhe potencial të rëndësishëm ekonomik e njerëzor. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian është një iniciativë e re e Komisionit Evropian me synim që vendet e Ballkanit Perëndimor të afrohen më shpejt me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe të përfitojnë nga struktura ekonomike e Bashkimit Evropian e para antarësimit formal. Ai synon të dyfishojë rritjen ekonomike të rajonit duke thithur investime, duke rritur tregtinë, duke mundësuar reforma që përshpejtojnë integrimin e vendeve. Në 4 shtyllat kryesore të planit të rritjes është qasja graduale në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, mund të përfitojnë më herët nga zonat si liria e madrave, liria e shërbimeve, lëvizja e kapitalit, lëvizja e njerëzve në sektor të caktuar, rregulla për transportin, energjinë dhe tregtinë digjitale, me kusht që të zbatohen standardet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, reformat detyrueshme që janë të përcaktuara nga të gjitha vendet për të përfituar nga plani i rritjes janë forcimi i sundimit të ligjit, garantimi i pavarësisë së gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, liberalizimi i tregut dhe hapja e ekonomisë dhe mbrojtja e konkurrencës së ndershme. Si përfundim, të presim miqt, të mbarojmë punë në miqt, të bëjmë konferencën e shtypit dhe bëni pyetjet që kemi përgjigje. Do na jepni fjalën pra në konferencë. Në qoftë se nuk bërtet si ai hapni vendin se do hidhem e merr gjithmonë fjalën. S'ka si problem. Jo, provoj një herë pa britma, do shohësh që do e marr gjithmonë. Jo. Provoj një herë pa britma, si gjithë të tjerët ke parë që provoj, bëj çdo pyetje që do pa britma dhe pyetje. Kaq, po i bëre këtë, po i plotësoj ato 2 kushte të thjeshta të edukatës së qytetarit, i ke gjithmonë përgjigjet. Gjithmonë. Po hapni vendin se do hidhem. Janë këtu replika dhe zotit Rama, vazhdojnë me gazetarët